Obori i Qendrës për Kulturë në Gostivar sot u mbush me ngjyra, muzikë dhe gëzim fëmijësh, duke u shndruar në një hapësirë festive me rastin e 1 qershorit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve. Fëmijët morën pjesë në aktivitete të ndryshme si pikturimi i fytyrave, vizatime kreative, lojra me maskota dhe performanca me vallëzim, duke e kthyer ambientin në një skenë të gjallë argëtimi dhe krijimtarie. Eventi u organizua për të shënuar këtë ditë të veçantë dhe për t'u dhënë fëmijëve hapësirë të lirë për të shprehur imagjinatën e tyre përmes artit dhe lojës, si dhe për të nxitur pjesëmarrjen e tyre në aktivitete kulturore. Përmes këtij organizimi u përcoll edhe një mesazh i rëndësishëm se çdo fëmijë duhet të jetë i barabartë, i respektuar dhe i mbrojtur nga bullizimi, keqtrajtimi dhe çdo formë tjetër edukurive negative. Kështu deklaroi përfaqësuesja e Qendrës për Kulturë, Luljeta Huseini. Sektori i artit figurativ pranë Qendrës për Kulturë është viti i dytë radhëtazi që e feston e shënon ditën e 1 qershorit, ditën e fëmijëve, ditën botërore të fëmijëve. Andaj si vjet vendosëm që festa e fëmijëve të mbahet në obor të Pallatit të Kulturës. Shpresojmë që të përcjellim mesazh që të gjithë fëmijët kanë të drejtat e barabarta, të ndikojmë në zhvillimin e tyre të denjtë, ashtu siç i takon ative, pasi që ata janë gjenerata e ardhmja jonë dhe pasqyra jonë e së ardhmes dhe e qytetit tonë. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, edhe qerdhjet e qytetit në Gostivar organizuan shfaqjen përmbyllëse, ku fëmijët e grupeve më të mëdha u përshëndetën simbolikisht përpara nisjes së tyre drejt bankave shkollore më 1 shtator. Krahas prindërve e familjarëve të fëmijëve, aktivitetin e ndoqën nga afër kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, drejtori i Qendrës për Kulturë Ismet Islami, udhëheqësi e sektorit të arsimit Blerita Mazllami, si dhe drejtoresha e qerdheve të qytetit Daniela Boshkovska, të cilët përshëndetën organizimin dhe ju uruan fëmijëve një fillim të mbar në rrugtimin e tyre drejt dijes në bankat shkollore.